Një debat i ashpër u zhvillua në studion e A2 mes analistit Ilir Demaliaj dhe avokatit Kujtim Cakrani, teksa po diskutohej për arrestimin e ish-presidentit Ilir Meta dhe nëse aksioni i policisë ishte në proporcion me këtë rast. Teksa avokati Cakrani po analizonte se shoqërimi me dhunë i Ilir Metës mund të shmangej për shkak të pozicioneve të larta që ai ka pasur në krye të shtetit, analisti nuk ishte me të njëjtin mendim dhe akuzoi Cakranin se nuk mund të fliste për këtë çështje, pasi ishte palë dhe në këtë mënyrë humbet dhe besueshmëria. Kjo gjë nuk u prit mirë nga avokat Cakrani, i cili u kthye menjëherë Demaliajt që të tregonte respekt kur i drejtohej. Debati më pas u kthye në një shkëmbim ofezash personale, çka detyroi gazetaren Bruna Çifliku që të ndërpriste emisionin. Tensionimi i Demaliajt erdhi për faktin se sipas tij, në media po tentohet të mbrohet Ilir Meta. Demaliaj është i bindur se ky i fundit ka vjedhur shumë në Shqipëri gjatë këtyre dekadave, ndaj dhe meriton burgun ku ndodhet aktualisht. Demaliaj thotë se fajin për këtë e kanë tashmë edhe mediat, pasi ai shet çdo ditë në studio televizive njerëz që mundohen të justifikojnë bëmat e Ilir Metës që ndodhen në dosjen voluminoze të SPAK-ut. Demaliaj thotë se ka ardhur koha që të marrë fund tranzicioni, pasi Shqipëria e shqiptarët boll janë vjedhur nga ky establishment në mbi 3 dekada.